إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وصفيه من خلقه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد vetëm Allahun e adhurojmë, vetëm atë e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet, selamet dhe përshëndetjet më të përzemërta dhe më të sinqerta çdo herë dhe pa ndërprerje, më të dashurit të Zotit ja dërgojmë. Muhamedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë pasuesve të traditës së tij deri në ditën kur nuk do të ekzistojë më kjo gjësi. Zoti i Madhërisëm në Kur'anin famadh urdhëron e thot: O ju besimtar, tregoni dhe dëshmoni frikë respekt meritor ndaj Zotit tuaj dhe mos flisni vetëm se atë e cila është e drejtë, e qelluar dhe e vërtetë. E nëse ju e bëni një gjë të tillë, Allahu do ta përmirësojë juve veprat tuaja, do ta falë juve mëkatet tuaja. Kush e pason Allahun dhe të dërguarin e tij, do të përfundojë si triumfues madhështor. Besimtarë të nderuar, njeriu kalon gjatë jetës së tij përmes shumë sprovave. Por jo çdo herë sprovat më të rënda janë sikurse ajo e sëmundjes, e frikës, e mërzisë e kështu me radhë. Ndonjëherë sprova më e madhe bëhet ajo e pritjes. E pritjes së përgjigjes së një lutje. E pritjes së dhurimit të një fëmije, e pritjes së suksesit shkollor, e pritjes së martesës, të punësimit, e kështu me radhë. Dhe në këto raste, djalli i mallkuar në mënyrë maestrale i afrohet njeriut dhe dëshiron që ta cytë atë fillimisht në raport me Zotin e tij, pra që të krijojë bindje të gabuara në raport me Krijuesin e tij, pastaj edhe në raport me të ardhmen e tij, se çfarë do të ndodhë me të, se si do të jetë përfundimi i tij. Pra e cyt, ai është mjeshtër i mashtrimit dhe i cytjeve djallëzore. Para së gjithash, kur Zoti vënon, ai nuk harron. Allahu thon Kur'an: "Wa ma kana rabbuka nasiya." Allahu nuk harron. Pra çfarëdo që ti mund t'i kërkosh Allahut, dije se Allahu e ka të qartë kërkesën tënde, edhe nevojën tënde e di shumë mirë. Edhe atë që ti me ngulm je duke e synuar. Por për dallim prej nesh, Allahu nuk vepron me emocione. Allahu nuk vepron në bazë të emocioneve tona, por në bazë të nevojave tona. Allahu nuk na përgjigjet atëherë kur ne e duam dhe kërkojmë, por atëherë kur është më së nevojshme për ne. Allahu kujdeset ndaj nesh më mirë se sa çdo kusht tjetër, madje edhe më mirë se sa ne për vetët tona. Sepse ai është i gjithëmshirshmi, absolut. Ai është furnizuesi absolut, bujari absolut. Ai është Allahu, Zoti i gjithësisë. Jusufi alayhis salam ndonë se ishte një djalë i ri, madje fëmijë, por pa një ëndër të madhe. Dhe për të realizuar ajo ëndër, ai u desh të kalonte përmes një rrugë shumë të vështirë. Përmes hudhjes në pus nga vëllezërit e tij, përmes tradhtisë së vëllezërve të tij, përmes shitjes për pak dinar si skllav, përmes robërimit, përmes akuzës për shpifje nderi ndaj tij dhe në fund përmes burgimit. Gjitha këto u desh t'i kalonte për të realizuar ëndrat që e pa në fëmijëni, që Allahu do ta ngriste një ditë dhe do ta bënte lider, siç edhe ndodhi. Por Jusufi alayhis salam nuk shikoi në moment
kur nuk duhet të shikojmë në momentin e sprovës, por duhet ta presim fundin e saj. Sepse Allahu nuk shikon në momentin tonë të sprovimit, por shikon në panoramën e përgjithshme të jetës sonë. Ne ndalemi në moment, Allahu shet gjithë jetën tonë. Allahu di fundin. Ne ndalemi në ditën e sprovimit, Allahu shet për te i kësaj. Allahu shikon në ditën e shpërblimit. Ne trajtojmë problemin tonë, sprovën tonë vetëm brenda dimenzionit toksor. Allahu e trajton për te i këtij dimensioni. Shkon deri në dimenzionin qiellor. Prandaj nuk ka arsye që të brengosemi për gjëra që nuk na vijnë menjëherë, sepse automatikisht duhet ta kuptojmë që është Allahu ai i cili po i dëgjon kërkesat tona dhe është i vetmi që mund t'i përmbush ato, dhe ai e di më së miri se kur është më e nevojshme dhe më i për neve që ato të realizohen. Po ashtu dhe Jakubi a.s. i cili e humbi Jusufin a.s. jo për një ditë, jo për një muaj, jo për një vit, po për vite me radhë. Nuk dinte asgjë për të, as edhe një gjumë të vetme, as edhe një lajm të vetëm nuk e kishte për të. Por kur zemrën nuk e prishi me Allahun e Madhërisëm. U mërzit, u pikllua aq sa humbi shikimin, por zemrën e tij nuk e prishi me vendimin e Allahut të Madhërisëm. Madje shpresa e tij ishte çdo herë më e fortë që një ditë të takonte Jusufin. Saqë të tjerët filluan ta quajnë edhe si të çmendur. I thanë që ke me lujt nga mendorja ti kështu çysh ke fillu dhe çysh tu vazhdu. E humbe shikimin, do ta shkatrosh dhe jetën. Ai thonte fa sabrun jamil. Durim të bukur. Durim të bukur. Ai e dinte që shumë shpejt do ta shoh Jusufin a.s. Atëherë kur gjithë menduan se Jusufi tashmë është i vdekur, zemra e tij ndjente që ai është i gjallë dhe më i fuqishëm se sa kur më parë. Dhe ashtu edhe ndodhi. Sepse Jakubi a.s. nuk u ndal në moment të sprovimit, por e priti fundin e sprovimit. Ai nuk i nguti rezultatet e kërkesës tij. Ai ja la Allahut Madhërisëm vendimin ndaj çështjes së tij dhe çështjes së djalit të tij. Po Zekeria a.s. i cili në pleqni të shtyr deshi fëmijë, i kërkoi Allahut me bindje të thellë, jo me luhatje, jo me dyshime, me bindje që Allahu t'i dhuroj fëmijë. Ashtu edhe ndodhi. Inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Ja Zekeria, o Zekeria, pra direkt thirrja e Allahut. Përgjigja në lutjen e tij të sinqertë. Ne të përgëzojmë ty me një djalë emri i cilit është Yahya. Ai nuk u ndal në moshën e tij, në pengesat e tij, nuk tha un jam shumë plak, as nuk tha që s'kam shpresë. Edhe pse sipas parametrave njerëzore ashtu do duhet ishte, pra ishte i pa shpresë që të kishte fëmijë, ishte shumë i shtyrë në moshë. Por Allahu është i plot fuqishëm për çdo gjë. Allahu kërkon për ne që kur ne kërkojmë prej tij, të kërkojmë me bindje, pastaj të mos i ngutim rezultatet, sepse Allahu i sjell atëherë kur është më së nevojshme për ne. Nuk i sjell atëherë kur ne duam dhe kërkojmë, apo kur ne mendojmë se janë në favorin ton. Allahu pret. Edhe kur ne mendojmë që Allahu vonon, Allahu nuk vonon. Allahu kur nuk vonon, por Allahu vepron atëherë kur duhet. Ne ngutemi, Allahu nuk vonon. Ne ngutemi. Ne duam më njëherë përgjigje në lutjet tona. Ne duam më njëherë realizim të projekteve tona, të planeve tona. Ne duam më njëherë që të shërohemi, më njëherë që të ngritemi, më njëherë që të martohemi. Por Allahu nuk vepron kësaj. Allahu sheh në brendinë e zemrave tona, në pastërtinë e shpirtrave tonë, në qiltërsinë e nijeteve tona. Ka raste që ne me ngulm kërkojmë, por nuk i kemi synimet e pastërta. Allahu na jep afat që ti pastrojmë synimet tona. Ndonjëherë veprën e kemi shumë të mirë, por qëllimin se kemi të mirë. Ndonjëherë dikush kërkon martesë që është krejtësisht legjitime, e nevojshme, e preferuar në Islam, por ndoshta synimi nuk e ka të mirë, si ja jep Allahu. Ndonjëherë dikush kërkon pushtet për me bë dobi, por në zemrën e tij nuk e ka krejtësisht pastër qëllimin për me i bë dobi interesit përgjithshëm. Mund të ketë diçka në zemrën e tij që sillet rreth interesit personal apo familjar, pra për qëllime perfide. Allahu nuk ja jep, e mbron Allahu. Prandaj besimtarët e Allahut
Nëse Allahu nuk të përgjigjet në një lutje të caktuar, dije që Allahu po të mbron për diçka. Për diçka që ti nuk e di, për diçka që ti nuk e pret. Ose Allahu po ta deponon mirësinë e asaj lutje atëherë kur ti ke më pas nevojë më shumë ti. E Allahu nuk ngutet. Kushdo që e ka synim me u martu, apo nëse dikush është dashuru, edhe me ngulm do me marrë qatë robë, cila do palë që tjetë. Leja Allah të ndorë se Allah e din më smiri se cila është urësia dhe mirësia e kësaj. Nëse Allah ta mundëson me marrë atë që ti e do, elhamdulillah. Nëse s'ta mundëson, thuj 2 herë, 3 herë, pa fundësisht elhamdulillah. Pse? Allah po të mbron. Allah po të rumë për diçka e. Kur të garanton ty që qaj gru, ose qaj burë që ti synon me e martu, nuk do të shkak i devijimit tonë. Apo shkak i problemeve familjare që ti zot kesh mundësimi ju boball. Apo shkak i humbjes së pasurisë tënde që e ke bë me mund. Apo shkak i sëmundjes tënde, se ndonjëherë personi i gabuar din edhe me të cilë sëmundje. Stres të panevojshëm. Këto i di Allahu, ne nuk e dim. Kush garanton ty që kërkon me domos që ta kesh një vend pune që ti e synon, por Allahu shet diçka për te kësaj. Allahu thot nuk është ajo punë për ty. Ti mund të mendosh që është për ty, pa ajo nuk është punë për ty, sepse prapa asaj pune fshihen disa ligësi që ti nuk i sheh. Ose mund të ketë mirësi të shumta, por ti nuk je i denjë me i marrë ato përgjegjësi edhe me dhënë kontributin që ti po e synon dhe po mendon që mund ta realizosh. Allahu i di ato. Apo për me blerë diçka, për me ndërtu diçka, dikush që ka pasuri, me fillu një projekt, çfarëdo qoftë ai. Nëse Allahu ta pengon ose lutjen s'ta pranon, dije që Allahu po të mbron. Ose është duke e prit momentin e duhur për të mirën tënde. Prandaj Allahu thon Kur'an: "Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum, wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Ka gjëra që ju i urrejni, por ato bëhen të dashura për ju. Dhe ka gjëra që ju i doni, por ato bëhen të urrejtura për ju. Sa gjëra na kanë ndodhur një jetë që dje kemi mujt me çajt për to, e sot e falenderojmë Allahun që s'janë realizuar. Sa herë një jetë na kanë ndodhur. Dje kemi çajt, pse s'po mujt me e marrë çat person, ose çat pasuri, ose çat punë. E sot themi elhamdulillah që Allah s'ma ka bërë të mundur. As me martu çat person, as me punu çat punë, as mu shoshnu me diket caktum. Por është kjo që Allahu realisht po dëshmon Kur'an, që prapa kërkesave tona, vendimeve tona dhe planeve tona fshihen në urtësi që vetëm ai di. Prandaj ku ja dorëzojmë Allahut çështjen, ja kemi dorëzuar më të mirit. Neve na takon që ti ndërmarrim gjitha shkaqet e nevojshme legislative, mos jemi të mangët në përmbushjen e kërkesave dhe të nevojave të realizimit të synimeve tona. Në momentin që i përmbushim shkaqet, ja dorëzojmë shkaktuesit shkaqeve me plot zemër, me plot bindje, edhe nuk mërzitemi fare, sepse e dim plotësisht se Allahu është kujdesari më i mirë për ne. Se ai mendon më mirë për ne. Se ai na mëson atë që është më e mira për ne në këtë botë dhe në botën tjetër. Lutim Allahun e Madhërisëm që të na bëjë për besimtarëve të mbështetur plotësisht dhe sinqerisht tek ai. Për atyre që kur nuk e humbin shpresën tek Zoti, e parasitësh për atyre që i plotësojnë të gjitha kërkesat dhe shkaqet e nevojshme të realizimit të qëllimeve tyre. Për atyre që çdo herë flasin të vërtetën dhe të sinqertën dhe vdesin me të, për atyre që formulen la ilaha illallah nuk kanë vetëm fjalë goje, por bindje zemre dhe sistem jete. Për atyre që kur të ringjallën do të ringjallën me pejgamberët, me dëshmorët, me njerëzit e mirë dhe të sinqertë. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.